Përrurohen ambientet e reja të gjykatës antikorrupsion. Sallat e gjykimit janë konceptuar sipas modelit amerikan, teksa drejtuesi i kësaj gjykate, Erion Bani, thotë se ky transformim nuk është luks, por domosdoshmëri institucionale dhe përgjegjësi ndaj qytetarit. Drejtësia është para së gjithash një shërbim për qytetarin. Gjykata nuk ekziston për veten e saj, ajo ekziston për qytetarët, për palën të proces, për publikun të për shtetin e së drejtës. Prandaj, mënyra se si qytetari hyn në gjykatë, si pritet, si dëgjohet, si trajtohet është pjesë e vetë cilësisë së drejtësisë. Ambienti ku jepet drejtësi nuk është element anësor. Ai është pjesë e mesazhit të drejtësisë, një sallë dinjitoze, një urdhë i rregullt, një zyrë funksionale, një hapësirë e rregullt të organizuar mirë jeton qytetarit se institucioni e respekton, se procesi ka sonormitet dhe ligji ka autoritet. I pranishëm ishte ministri i drejtësisë Toni Gogu, i cili e vendosi investimin në kontekstin e reformës së drejtësisë dhe të fazës përmbyllëse të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian për kapitullin 23. Po ashtu ai u ndal edhe te debati publik mbi masat e sigurisë në sallat e gjykimit, duke theksuar nevojën për balancë midis sigurisë dhe respektimit të standardeve europiane të drejtave të njerëzit. Gjykatat që trajtojnë krimin e organizuar, siç është kjo gjykatë, apo çështje me rrezikshmëri të lartë, kanë nevojë për siguri dhe duhet ta kenë sigurinë. Por po aq e vërtet është edhe detyrimi që çdo masë sigurie, siç edhe gjykata e lartë vendosi së fundmi, duhet të ketë proporcionalitetin e vet, funksionalitetin e vet, po dhe përputhshmërinë me standardet e të drejtave të njeriut që ju kryetar me shumë përpikmëri e parashtruat. Në gjykatën e posaçme u rikonstruktuan 4 salla gjykimi, 2 holle të gjykatës dhe 16 zyra gjyqtarësh. Prezent kanë qenë dhe përfaqësues të ambasadës amerikane.